Rama, të nderuar shikues, ky është edicioni informativ në ekranin e News 24. Le të njehemi së bashku me titujt kryesor. Paraburgimet si buke djathë, Rama tha se RSH dhe Kesh kanë mbetur pa kokë. Drejtorët i emëron Balluku, por është e pezulluar. Se më parakalove, 37 vjeçari shkojtës sqarohej me shoferin e makinës tjetër, ai e qelloi me plumb në bark. Vrasja me thikë nxënësit në Durrës pas sherrit në rrjete sociale, protestojnë shokët e fëmijërisë të Erionit në Bulqiz. Fier, furgoni i FNSH-s përplaset me një makinë dhe përfundon në kanal, plagosen 3 efektiv. Jo çdo foshnjë duhet të vaksinohet. SBA vendos rishikim të vaksinës kundër hepatitit B. Japonia akuza Kinën se drejtoi radarët e armëve drejt avionëve të saj, Pekini e mohon. Lando Norris, mbret në Formula 1, shpallet kampion, merr fund dominimi i Verstappen. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi deklaron se në forumin vjetor të IDU-s në Washington DC u miratua një zëri rezoluta për Shqipërinë nga të gjithë forcat politike të pranishme në mbledhjen e Komitetit Ekzekutiv të IDU-s, nga Partia Republikane e SBA-s tek CDU e Gjermanisë. Sipas këtij, rezoluta e miratuar adreson çështje si shkelje sistemike gjatë zgjedhjeve, përfshirë blerjen e votës, intimidimin dhe keqpërdorimin e burimeve shtetërore. Një tjetër pikë e cekur është shkrirja shtet parti krim. Rezoluta paralajmëron se rrjetet kriminale kanë ndikuar listat e kandidatëve dhe proceset politike në Elbasan, Durrës dhe Vor, duke e cënuar integritetin demokratik. IDU shpreh shqetësim të thellë për hetime të bllokuara, vendime të injoruara nga gjykata kushtetuese dhe kontroll në rritjet e ekzekutivit mbi prokurorin, gjyqësorin, shtypin dhe institucionet rregullatore. Dokumenti nënvizon se ndjekjet penale ndaj disa figurave të opozitës, përfshirë kreun e PD-s Ali Berisha, kreun e PR-s Fatmir Mediu dhe kreun e PL-s Ilir Meta, kanë motive politike. Gjithashtu, rezoluta thekson se IDU kërkon sanksione të synuara ndaj zyrtarëve të lidhur me korrupsion, krimin organizuar dhe ndjekjen politike në vend. Kryeministri Edi Rama i është rikthyer çështjes së Belinda Ballukut në podcastin e tij, duke theksuar se ankimimi në gjykatën kushtetuese është betejë institucionale për të zhbllokuar punën e institucioneve të rëndësishme të qeverisjes. Si argument të pasojave që sjell pezullimi i Ballukut, Rama solli dhe bllokimin e punës së RSH-s dhe Keshit, pasi 2 drejtuesit ndodhen në arrest shtëpie dhe i vetmi ministër që mund të emërojë drejtues të rinj është Ministrja e Energjisë dhe Infrastrukturës, e cila momentalisht është në pamundësi për të ushtruar detyrën e saj. Kryeministri Edi Rama është ndalur sërish këtë të diel te çështja e pezullimit të zëvendës kryeministres dhe ministres Belinda Balluku. Në podcastin Flasim, ai ritheksoi qëndrimin e tij mbi atë që e cilëson domosdoshmëritë e moscënimit të parimit themelor të ruajtjes së balancës mes pushteteve kushtetuese. Ankimimi që kanë bërë në gjykatën kushtetuese nuk është një betejë politike, nuk është as një kundërvënie ndaj drejtësisë, nuk është as një presion, por është një betejë institucionale, një betejë themelore për mbrojtjen e kufive mes pushteteve dhe për mos lejimin e marrjes kompetencave ekskluzive të kryeministrit, qeverisë, parlamentit, nga një prokuror dhe një gjykatës. Një precedent kërcënues për demokracinë në kuptimin më të drejtë për drejtë fjalës dhe krejt i panjohur në Europë dhe në krejt botën demokratike. Kryeministri Rama tha se ajo që de jure quhet pezullim, de facto është nënshtrim brutal i ekzekutivit, sjell përdit pasoja pas pasojash, për çka ai argumentoi pse ja ka adresuar këtë problematik gjykatës kushtetuese, e cila këtë javë do të marrë vendim për kushtetutshmërinë e pezullimit të Ballukut nga GKK-ja. Janë vendosur në arrest shtëpie drejtori i RSH-s, drejtori i Keshit. Nuk ka asnjë rëndësi se si mendoj unë arsyet e këtyre ndalimeve, se kjo
Kjo është punë e prokurorit. Pasoja është se lihen pa kokë edhe dy institucione tjera kyçe për vendin. Pse kjo pasojë tani është e lidhur drejt për drejt me pezullimin? Pezullimi jo vetëm antidemokratik, po dhe alogjik i një antarit kabinetit e bën pamundur zëvendësimin e tyre. Pasi ligji nuk ja jep askujt tjetër përveç autoritetit ekskluziv të ministrit edhe drejtën e këtyre emërtesave. Rama tha se mazhoranca e ka ndjekur devizën, mos ndërhy në punët e drejtësisë, por sipas tij, kjo ndërhyrje brutale në trupin e qeverisë është një këmban alarmi që duhet dëgjuar deri në fund për të mos u përsëritur më kurrë. Deputetja e Partisë së Lirisë Risa Xhixho ka reaguar përmes një deklarate në rrjetet sociale duke ju referuar publikimit të raportit më të fundit të avokatit të popullit se konfirmon akuzat që partia e saj ka ngritur prej më shumë se një viti mbi trajtimin e Ilir Metës në paraburgimin Jordan Misja. Sipas Xhixhos, raporti zyrtar vërteton shkelje të rënda të Konventës Europiane të drejtave të njerëzit, kushtetutës dhe ligjeve shqiptare, duke e përshkruar situatën e ish-presidentit Meta si trajtim çnjerëzor dhe si rezultat i një procesi të montuar politikisht. Po sipas Xhixhos, i gjithë procesi është i montuar politikisht, i shoqëruar me abuzim pushteti dhe përdorim represiv të institucioneve të drejtësisë. Kufizimi i komunikimit politik dhe pengimi i kontakteve me drejtuesit e partisë pas një bazë ligjore, por vetëm zbatimi i urdhrit politik të Edi Ramës, shkruan deputetja e Partisë së Lirisë. Një konflikt që dyshohet se nisi për një parakalim me makinë përfundoi me plagosjen me armë të një 37 vjeçari në Berat. I plagosur mbeti 37 vjeçari Fabiel Toska, i njohur ndryshe si Fabiel Gjindi, i cili ishte duke lëvizur me makinën e tij dhe në shoqërinë e një të njohuri. Policia është njoftuar nga shoku i 37 vjeçarit, ndërsa autori i plagosjes ende nuk është identifikuar. Një plagosje me armë zjarri ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të sotëm në dalje të qytetit të Beratit. Pikërisht në vendin e quajtur Dogana është plagosur 37 vjeçari Fabiel Toska me mbiemër të ndryshuar Gjinti, banues në lagjen Çlirim. Ngjarja mendohet se ka ndodhur për shkak të disa parakalimeve mes dy mjeteve. Sipas asaj që shihet në kamër, policia konfirmon se mjetet kanë parakaluar disa herë njëra tjetrën, ka qenë mjeti tip Seat që drejtohej nga Fabiel Toska dhe një mjet tjetër tip Foristrad me ngjyrë të zezë. Ata janë parakaluar disa herë në aksin kombinat Dogana dhe në vendin e quajtur Dogana ku edhe përfundon ndarja e rrugës mes dy kaheve, mjetet kanë qëndruar pasi Fabieli ka dalë nga makina me vrap dhe është drejtuar mjetit tip Foristrad për t'i kërkuar llogarisë se përse po e ndiqte. Në momentin që ai ka dalë nga krahu i shoferit, është ulur xhami dhe ai është qelluar vetëm një herë me plumb dhe më pas mjeti tip Foristrad është larguar. Në këto momente ka qenë dhe shoku i Fabielit, i cili ka dalë nga makina për ta ndihmuar, por kur ka parë shokun e tij të gjakosur, ai është larguar me vrap dhe ka njoftuar policinë. Fabieli fillimisht është transportuar drejt spitalit rajonal të qytetit të Beratit, ku ka marrë ndihmën e parë mjekësore, por për shkak të gjendjes së tij të rënduar, ai është transportuar drejt spitalit të traumës në Tiranë për një mjekim më të specializuar. Burimet zyrtare të policisë konfirmojnë se po punohet për identifikimin e targës së mjetit tip Foristrad me ngjyrë të zezë për të dalë më pas në identifikimin e drejtuesit të mjetit dhe autorit të kësaj ngjarjeje. Policia e Shkodrës ka vënë në pranga 17 vjeçarin Daniel Ndreu, i cili ishte shpallur në kërkim si i dyshuar për bashkëpunim në atentatin e 8 shtatorit, ku mbetën të vrarë Armando Pali dhe Liridon Kraja, si dhe u plagosën Erogen Vaso dhe 25 vjeçari Ameri Kaçerri. Shënjes të resulmi dyshohet se ishte Erogen Vaso, i njohur dhe si Erogen Bajrović, ndërsa 25 vjeçari Ameri Kaçerri shërbente si kamariere në lokalin ku ndodhi sulmi. I mituri u ndalua nga forcat shqiponja gjatë një kontrolli rutin, ku ju gjetën disa doza kokaine. Pas shoqërimit në komisariat, rezultoi se ai kërkohej gjithashtu edhe për vjedhjen e një motori në muaj ngusht.
Një makinë, një furgon i forcave të ndërhyrjes së shpejtë është përplasur me një mjet tip Benzi që drejtohej nga 20 vjeçari në vendin e njohur si kthesa e Çakranit në Fier. Si pasojë e aksidentit, 3 efektiv të policisë mbetën të lënduar bashkë me shoferin e Benzit. Ky i fundit dyshohet të ketë qenë shkaktari i përplasjes për shkak të një manovre të gabuar të bërë prej tij. Një aksident ka ndodhur mes ditën e kësaj të diele në Fier, në vendin e quajtur kthesa e Çakranit, ku një furgon i forcave të ndërhyrjes së shpejtë është përplasur me një automjet tip Benz dhe më pas ka përfunduar në kanal. Përpasoj nga përplasja janë dëmtuar 3 punonjës policie dhe drejtuesi 20 vjeçari mjetit tip Benz, të cilët janë dërguar në spital për të marrë ndihmën mjekësore. Nga veprimet paraprake, drejtuesi i mjetit tip Benz, Ardonelo Yzeiraj, dyshohet të ketë qenë shkaktari i aksidentit, pasi ka bërë manovër të gabuar gjatë qarkullimit dhe më pas ka goditur nga pas furgonin e VNSH-s. Në vendngjarje mbërritën 3 autoambulanca për t'i dhënë ndihmën e parë të lënduarve, ndërsa policia po punon për zbardhjen e plot të rrethanave të aksidentit. Policia e Tiranës ka arrestuar 2 persona, njëri prej të cilëve vithe materiale të ndryshme në makina, ndërsa tjetri përveçonte ato duke ja blerë. Në pranë nga Ovu, Geraldo Zeneli, 34 vjeç dhe Gëzim Cani, 48 vjeç. Nga hecimet e kryera të komisariatit numër 2 ka rezultuar se Geraldo Zeneli në muajin korrik, tetor dhe nëntor, ka vjedhur materiale dhe sende të ndryshme në 5 automjete dhe një subjekt që u ka thyrë xhamat në lagje të ndryshme të kryeqytetit. Më pas materialet e vjedhura ja kishte shitur Gëzim Canit. Ndërkohë, ky i fundit brenda 10 ditësh ka vjedhur 2 bicikleta, ndërsa dyshohet të jetë autor dhe i disa vjedhjeve të tjera. Një grup nxënësish në Bulqiz kanë protestuar në rrugët e qytetit pas vdekjes tragjike të bashkëmoshatarit të tyre Erion Boba, i cili u godit 4 herë me thik nga 14 vjeçari gjatë një sherri mes 2 grupeve të adoleshentëve. Me pankarta në duar, i shokët e klasës 14 vjeçarit kërkojnë drejtësi për të, si dhe më tepër vëmendje për këtë grup mosh. Humbja një fëmije nga duart e një tjetri është thirrje për reflektim për të gjithë ne. Me thirrje drejtësi për Erionin, një grup nxënësish në Bulqiz kanë protestuar në rrugët e qytetit pas vdekjes tragjike të bashkëmoshatarit të tyre, Erion Boba, i cili u godit 4 herë me thik nga një 14 vjeçar gjatë një sherri mes 2 grupeve të adoleshentëve. Me pankarta në duar dhe me lot në sy, adoleshentët kërkojnë zbardhjen e ngjarjes që i mori jetën shokut të tyre të shkollës. Sot jemi këtu për ty, jo për të dukur, jo për të mbledhur kot, por sepse zemrat tona nuk pranojmë një padrejtësi që është kaq e rëndë, sepse ti e meritove më shumë, meritove jetën që duhet të takonte, meritove dritë jo errësirë, meritove siguri dhe jo rrezik, meritove gëzim dhe jo fund të dhimbshëm. Dhimbja e familjes tënde ka shpatur çdo zemër, çdo nën, çdo baba, çdo prind e ndjen plagën e vet. Sepse humbja jote nuk ishte thjesht një lajm, ishte një thyrje, ishte një besim, ishte një përgjegjësi. Protestuesit kërkuan që institucionet të marrin masa më të forta për parandalimin e konflikteve, ofrimin e mbështetjes psikologjike dhe krijimin e hapësirave të sigurta, ku të rinjt mund të shprehen dhe të kërkojnë ndihmë. Ne nuk jemi këtu vetëm për të vajtuar, por për të kërkuar drejtësi dhe ndryshim. Dhuna nuk lind vetë, ajo vjen nga mungesa e komunikimit, nga presioni, nga ndikimet e gabuara dhe nga rritja pa orientim të duhur. Prindërit duhet të flasin me fëmijët, tu qëndrojnë afër dhe të mësojnë si të përballen me jetën, pa përdorur dhunë, bullizim. Ne si të rinj duam siguri, duam jetë normale, duam të mos humbasim më shok për arsye që nuk ka vlen të diskutohen as një sekond. Protestës ju bashkua edhe halla e 15 vjeçarit, Barie Boba, e cila tha se kjo nuk është protest vetëm për nipin e saj, por një thirrje e fortë për shoqërinë që ngjarje të tilla të mos përsëriten. Erion Boba u plagos me thik më 25 nëntor në zonën e Ish-Kënetës në Durrës, ku pas zhvendosjes nga Bulqiza jetonte prej 3 vitesh me familjen e tij. Ai ndërroi jetë pas 10 ditësh në Spitalin e Traumës në Tiranë.
Taulan Toma, shqiptari cilësuar si mjeshtër i aratisjeve, ja ka dalë sërish të largohet nga burgu për herë të katërt radhazi. Alarmi për aratisjen e tij u dha mëngjesin e kësaj të diele kur oficerët e burgjeve nuk e gjetën atë në qeli. Dënimi i tij duhet të mbarojë në vitin 2048, por Taulan Toma, 41 vjeçari shqiptar, duket se ka vendosur ta përshpejtojë lirimin e tij, raportojnë mediat italiane. 41 vjeçari ka prerë hekurat e dritares dhe ka zbritur në obor, ku më pas është ngjitur mbi murin perimetral dhe është zhdukur. Toma është person me precedent penal për grabitje, vjedhje dhe drogë. I njohur me nofkën Hajduti i Parmës, Toma konsiderohet nga autoritetet italiane si person i rrezikshëm dhe i dhunshëm. 41 vjeçari shqiptar është arrestuar për herë të fundit në vitin 2015, pasi ishte aratisur nga burgu në vitin 2013. Dhjetë antarë të një familje në fshatin Fush Bazë të Matit prej 2 javësh jetojnë në qiell të hapur pasi banesa e tyre u shem si pasojë e rrëshqitjes së tokës. E zonja e shtëpisë Flora Gjini rrëfen për gazetarin Enver Doçi se në çastin kur banesa u shem, të gjithë familjarët ndodheshin brenda ndërsa bën apel për ndihmë. Kjo është gjendja e banesës ku jetonin 10 antarë të familjes Gjini në Fush Bazë të Matit, e cila u shem plotësisht si pasojë e rrëshqitjes së dherave nga shirat e dendur. Toka përreth banesës ka pësuar qarje të shumta dhe vijon të rrëshqas, ndërsa e zonja e shtëpisë Flora Gjini rrëfen se në çastin kur banesa filloi të shembej, të gjithë familjarët ndodheshin brenda. Shemja shtëpisë ka ndodh ishim të flet. E në kunata ime që atë e në më thot, dhe shkura, e në gjithë një se të ishtë në i gjënë, tha, u shemë, hekmi të që e tharë se së shemë. Kur dullim jashtë, i në të meru, si nuk i dhamë dumë se ka me del. E në kena nej tanë natë, kena nej më shilë të hapët, si i thot, atëherë më gjest, i në shu, kena morë bashkim. Aktualisht, 10 antarët e familjes Gjini po qëndrojnë në 2 çadra, ndërsa kanë refuzuar të strehohen në një banesë të siguruar nga bashkia në qytetin e Burrelit, pasi nuk kanë se ku të çojnë bagëtit. Megjithatë, Flora Gjini bën thirrje për ndihmë, pasi gjenden në kushte të vështira ekonomike. Ina 10 vjeshtar, ina dikunor, di familje, jetojmë shtu. Kanë ardhë të bashkisë, kanë ardhë dhe ne na kanë pru qadrat. Na thonë, heci në Burrel, na që nuk shkum, se si kishim, se jetojmë, majmë, kajnë lëp, kajnë gjënë, majmë me jetu, se nuk firmosim kërkon, nuk punim kërkon. Unë për vete jem me smonë, kunati i ka fëmijët e vogël. Na nimojnë, po patën mundësi, se ina më qadrat, ina më shilë të hapët. Për të flenë nuk flehet, më qadrat nuk flehet. Për të bën një shpej, kusht ketë mundësi. Shtëpia është plotësisht e pabanueshme, ndaj autoritetet vendore i kanë këshilluar të mos futen brenda, pasi jeta e tyre mund të vihet në rrezik nga shembjet e vazhdueshme. Rreth 9500 qytetarë janë larguar nga puka në 12 vitet e fundit. Fshatrat po braktisen plotësisht për shkak të mungesës totale të investimeve. Në 12 vitet e fundit, puka është përballur me një shpopullim masiv, ku sipas të dhënave zyrtare, rezultojnë se janë larguar në qytete të tjera apo kanë emigruar rreth 9500 qytetarë. Nënkryetari i Bashkisë PUK, Ferit Ringaj, thotë se fshatrat po braktisen plotësisht për shkak të mungesës së investimeve në infrastrukturë në këto 15 vitet e fundit. Që mungesa e investimeve në këto projekte infrastrukturore për ura, për rrugë, auto, ka bërë të mundur që këto zona shpopullohen. Duke u shpopullu, bjen edhe numri i nxënësve në institucionet arsimore, po kështu dhe problematikat pastaj të largimit edhe të personelit shëndetësor dhe mungesa e shërbimit shëndetësor etj. Me radhë, pra gjithaj është një zinxhir i gjerë që sjell pasojë domthonë lëvizje demografike e popullsisë. Sipas myftiut të Pukës, Imam Gëzim Kopani, në 20 vitet e fundit janë larguar mbi 61% e besimtarëve musliman, ndërsa krahasuar me vitin 1930, pra 95 vite më parë, Puka ka pasur 3300 banor më shumë se sot. Na ka dalë një rezultat befasues, ku janë largu rreth 61% e muslimanëve krahasu me dhënat e vitit para 2005-s. Pra, dhënat e vitit 2005
2025 me 2025 na ka zerë një përqindje shumë të lartë të largimit besimtarve, kjo si pasojë e disa shkaqeve. Mund të jenë shkaqe ekonomike, mund të jetë shkaqe papunësie, të varfërisë, për një jetë më të mirë. Shumë shtëpi në fshatrat e Pukës, por edhe në qytet janë tërësisht të zbrazura, ndërsa rrezikojnë të shemben mes pluhurit të harresës. Një fenomen i trisht për shumë fshatra anë kënd Shqipërisë. Me qëllim nxitjen e tregtimit të prodhimit të vendas në qytetin e Peqinit u mbajt panajiri i gjelit të detit. Këtë vit gjelat e detit shiten nga 1.000 deri 1.200 lek për kilogram, sipas fermerëve një çmim jo fort i favorshëm. Për rrjedhoj ata kërkojnë më tepër vëmendje nga institucionet shtetërore pasi nuk arrin të mbulojnë kostot e mbashtrimit. Në Peqin u zhvillua panajiri tradicional i gjelit të detit, një nismë që prej vite shënon fillimin e përgatitjeve për festat e fundvitit dhe rikthen vëmendjen te konsumimi i prodhimeve vendase. Fermerët e Peqinit këtë vit i tregtojnë gjelat e detit me 1.000 deri në 1.200 lek për kilogram, megjithse shprehen se çmimi ende nuk mbulon kostot e larta të rritjes dhe të punës së tyre. Çmimi i gjelat varion nga 10 deri në 12 kile, por treg nuk ka. Nuk ja vlen se ka shumë vështirësi gjeli detit. Deri tash nuk kemi marrë solucionim. Ka kosto shumë. Ka kosto shumë. Po me ato ne kemi traditë, e trajtojmë, e rrisim edhe bim deri këtu. Po shtiri me nëse duan mise, duan të hanë që të vegjit, i kam rritë më zjarë dhe tonë. Ka ndalë që vjetë në tetor. Fermerët theksojnë se përballen me sfida të shumta, gjelat e therrur të importit po ulin konkurrencën, ndërsa mungesa e subvencioneve nga shteti rrezikon të godas një traditë shumëvjeçare. Është traditë çmimi se ka hyrë mall nga greku. Kë rrita, kë teta, kë nonta, kom në 6 saat kret. Ne kërkojmë sa më shumë mos hyjë nga trau kufitar, që neve të shesim sa më mirë. Gjeli është një lloj se më rrit një fëmijë të vogël, është shumë i vështirë. Po, ne nuk kemi fitim, po jemi mësuar me këtë punë, do merremi punë, marrim 5 lekë punë. Panajiri si vjetshëm i gjelit të detit rikthen edhe një herë vëmendjen te rëndësia e mbështetjes së fermerëve dhe ruajtjes së traditave të zonës. Njemi me zhvillimet kryesore nga bota. Rusia ka mirëpritur strategjinë e re të sigurisë kombëtare të SBA-s të Donald Trump, duke i quajtur atë kryesisht në përputhje me vizionin e Moskës. Dokumenti 33 faqesh i publikuar javën e kaluar argumenton se Europa po përballet me zhdukje qytetërimi dhe nuk e sheh Rusinë si një kërcënim për SBA-n. Ndër prioritete janë luftimi i ndërhyrjeve të huaja, frenimi i imigracionit masiv dhe refuzimi i asaj që administrata e quan censur nga Bashkimi Evropian. Disa zyrtarë dhe analistë të BE-s kanë hedhur poshtë strategjinë, duke vënë në pikpyetje theksin e saj, mbilirinë e shprehjes dhe duke e krahasuar atë me gjuhën e përdorur nga Kremlini. Rregullimet që shohim janë kryesisht në përputhje me vizionin ton, tha zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov në një intervistë të botuar të dielën nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve ruse TASS. Ne konsiderojmë këtë një hap pozitiv, tha ai, duke shtuar se Moska do të vazhdojë të analizojë dokumentin përpara se të nxjerrë ndonjë përfundim. Një incident i rënd ka ndodhur në aeroportin Heathrow në Londër, teksa një grup burrash kanë sulmuar disa persona duke i spërkatur me piper. Ngjarja ka ndodhur në parkingun shumëkatësh të aeroportit në terminalin 3. Policia ka njoftuar se tashmë rasti është i izoluar dhe nuk lidhet me terrorizëm, teksa shton se një prej autorëve të dyshuar është arrestuar dhe ndodhet në paraburgim. Ne besojmë se incidenti ndodhi mes disa personave që njiheshin me njëri tjetrin dhe u konfliktuan. Një grindje që përshkallëzoi dhe rezultoi në lëndimin e disa personave, u shpreh një oficer policie. Megjithatë, raportohet se këto lëndime besohet nuk përbëjnë kërcënim për jetën.
Japonia ka njoftuar se avionët luftarak kinez kanë drejtuar radarin e armëve mbi avionët japonez duke e cilësuar si një veprim të rrezikshëm. Ndërsa Kina mohoi deklaratën e Japonisë dhe theksoi se avionët japonez ishin afruar dhe kishin ndërprerë vazhdimisht marinën kineze, ndërsa ajo po kryente stërvitje. Japonia ka bërë të ditur këtë të diel se avionët luftarak kinez kishin drejtuar radarin e armëve drejt avionëve ushtarak japonez në 2 incidente të rrezikshme pranë nishive Okinawa të Japonisë, një deklaratë që Pekini e mohoi. Kjo shkon përtej asaj që është e nevojshme për fluturimin e sigurt të avionëve, shkroi ministri japonez i mbrojtjes Koizumi në rrjetin social X. Drejtimi i radarit të armëve drejt një avioni tjetër është një hap kërcënues sepse sinjalizon një sulm të mundshëm dhe mund të drejtojë avionin e synuar të ndërmarrë veprime, njofton Reuters. Gjatë takimit me ministrin australian të mbrojtjes, Richard Marles në Tokyo, Koizumi tha se Japonia do t'i përgjigjej me vendosmëri dhe qetësi sjelljes së Kinës për të ruajtur paqen dhe stabilitetin rajonal. Një zëdhënës i marinës kineze, Kolonel Wang, tha se avionët japonezi ishin afruar dhe e kishin ndërprerë vazhdimisht marinën kineze, ndërsa ajo po kryente stërvitje fluturimi me bazë në aeroplan mbajtëse të paralajmëruara më parë në lindje të ngushticës Miyako. Wang kundërshtoi përmes një deklarate, duke theksuar se deklarata e Japonisë ishte e gabuar dhe veprimet e saj kishin rrezikuar seriozisht sigurinë e fluturimit. Përplasjet pranë nishive të pretenduara nga Japonia dhe Kina janë përplasjet më serioze midis dy ushtrive në vite, dhe ka gjesa të përshkallëzojnë më tej tensionin midis dy fuqive të Azisë Lindore, shkruan në Reuters. Marrëdhëniet janë përkeqësuar muajin e kaluar që kur kryeministrja japoneze Sanae Takaichi paralajmëroi se Japonia mund t'i përgjigjet çdo veprimi ushtarak kinez kundër Tajvanit nëse ky i fundit kërcënon sigurinë e Japonisë. Sekretari Amerikan i mbrojtjes ka vlerësuar zhvillimet pozitive për shpenzimet për mbrojtje në Gjermani, duke i cilësuar atë si shembull në NATO. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara presin kontribute të ngjashme edhe nga aleatë të tjerë të NATO-s, dhe se ata që dështojnë t'i përmbushin obligimet e tyre mund të përballen me pasoja. Sekretari Amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth e shprehur se sheh zhvillime pozitive në shpenzimet për mbrojtje në Gjermani dhe i ka vlerësuar aleatët e NATO-s për rritjen e buxheteve për ushtritë e tyre. Duke folur në një forum për mbrojtje në Kaliforni, Hegseth tha se ka mirëpritur marrëveshjen e NATO-s për të rritur ndjeshëm shpenzimet në mbrojtje në vitet në vijim. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara të Amerikës presin kontribute të ngjashme edhe nga aleatët e tjerë, dhe se ata që dështojnë t'i përmbushin detyrimet e tyre mund të përballen me pasoja. Marrëveshja e vendeve të NATO-s e arritur në qershor, e nxitur nga lufta e Rusisë në Ukrainë dhe thirrjet e presidentit amerikan Donald Trump, parashikon që vendet anëtare të shpenzojnë të paktën 3.5% të prodhimit të brendshëm bruto në mbrojtje, ndërsa pjesa tjetër prej 1.5% fokusohet në investimet e lidhura me sigurinë, sikurse adaptimi i rrugëve, urave dhe porteve për pajisje ushtarake, në siguri kibernetike dhe mbrojtje të gasjellësve të energjisë. Deri në vitin 2035, shpenzimet në këtë sektor pritet të arrijnë në 5% të prodhimit të brendshëm bruto. Mjekët dhe ekspertët e sëmundjeve në SBA kanë kritikuar vendimin e këshilltarëve të vaksinave në SBA për të hequr udhëzimet e hershme mbi vaksinat e hepatitit B, sipas të cilëve jo çdo i sapo lindur mund të vaksinohet. Sipas tyre, kjo do të ekspozojë më shumë fëmijë ndaj virusit të dëmshëm. Vendimi i këshilltarëve të vaksinave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të hequr udhëzimet e hershme mbi vaksinat e hepatitit B do të ekspozojë më shumë fëmijë ndaj virusit të dëmshëm dhe mund të sinjalizojë se si politikat e tjera të vaksinimit të bazuara në prova mund të minohen, thanë mjekët dhe ekspertët e sëmundjeve, që nga viti 1991, zyrtarët e shëndetësisë në SBA kanë rekomanduar vaksinimin universal për foshnjat kundër hepatitit B, me 3 dozat e para shumë shpejt pas lindjes. Ky veprim ka ulur ndjeshëm infeksionet dhe ka shpëtuar jetë, tregojnë të dhënat federale. Të premten, një panel këshillues i emëruar nga sekretari amerikan i shëndetësisë Robert Kennedy Jr. tha se një dozë vaksine duhet u jepet vetëm të porsalindurve nëna e të cilëve rezulton pozitive për hepatitin B, ose statusi i të cilëve është i panjohur.
Në rastet kur nëna rezulton negative, prindërit duhet të vendosin me mjekët e tyre se kur ose edhe nëse fëmijët e tyre duhet të marrin ndonjë vaksinë kundër hepatitit B. Këshilltarët, shumë prej të cilëve ndajnë pikpamjet kundër vaksinave si Kennedy, nuk dhanë prova për dëmet e reja nga vaksina. Ata argumentuan se vaksinimi ishte shumë i gjerë krahasuar me rrezikun e infeksionit dhe se politika e SBA-s nuk ishte në përputhje me disa vende të zhvilluara. A doni të ekspozoni fëmijën tuaj, foshnjën tuaj, dhe një ndërhyrje që mund të ketë disa dëme të mundshme, ku rreziku është kaq i ulët? Tharet Sedlevi, një nga këshilltarët që mbështeti rekomandimin e ri. Shumë njerëz me hepatit B nuk kanë simptoma dhe nuk janë të vetëdijshëm për infeksionin e tyre. Tek foshnjët dhe fëmijët e vegjël, një infeksion fillestar bëhet kronik në rreth 95% të rasteve, duke shkaktuar potencialisht dëmtim të mëlçisë dhe kancer të mëlçisë dekada më vonë, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Mohimi i një vaksine të sigurt dhe të suksesshme ngrej gjithashtu shqetësime se si paneli këshillues do të kryejë një rishikim të planifikuar të gjitha imunizimeve rutinë të fëmijëve, sipas ish këshilltarëve të vaksinave, pediatrëve dhe ekspertëve të sëmundjeve infektive. Të premten vonë, presidenti Donald Trump theksoi mbështetjen e tij për një rishikim të tillë, duke i udhëzuar Kennedyt të studiojë se si politika amerikane e vaksinimit të fëmijëve ndryshon nga vendet e tjera të zhvilluara dhe të bëjë ndryshime aty ku është e nevojshme. Çelet në Galerinë e Arteve Eduard Lear në Berat, ekspozita Art Gala Berat. Ekspozohen 90 punime nga piktorja dhe gazetarja britanike Alice Taylor dhe 2 piktorë shqiptar, Jeton Cini dhe Mikel Smaçi. Në Galerinë e Arteve Eduard Lear në Berat u çel ekspozita Art Gala Berat me rreth 90 punime nga piktorja dhe gazetarja britanike Alice Taylor dhe 2 piktorët shqiptar, Jeton Cini dhe Mikel Smaçi. Punimet e ekspozuara nga 3 piktorët janë nga pikturat abstrakte e moderne, deri tek peizazhet dhe portretet, ndërkohë që në punime janë përdorur akrilik, vaj dhe akuarel. Piktorja dhe gazetarja britanike Alice Taylor, e cila jeton prej 8 vitesh në Shqipëri, tregon pse zgjodhi qytetin e Beratit për këtë ekspozitë. Edhe gjithë piktura është nga foto, unë kam bërë në punën tim. Unë kam marrë shumë nga 25.000 foto në Shqipëri nga 8 vit. Edhe piktura është nga foton tim. Piktorët shqiptar Jeton Cini dhe Mikel Smaçi thanë se kjo është ekspozita e tyre e parë në Berat dhe treguan edhe zhanrat e punimeve të tyre. Unë vi me teknike të ndryshme të moderne, abstrakte, përgjithësi, me kolore të ndryshme të pikturës, me kompozime, nga natyra dhe tjera. 90% e pikturave janë abstrakt. Është pikturë intuitive që unë zgjedh vetëm ngjyrat dhe nuk di ku do dalë piktura dhe pastaj masi e shikoj pikturën mund t'i vë një emër dhe atëherë merr jetë piktura. Ekspozita do të qëndrojë hapur 5 ditë për artëdashësit beratas dhe më pas kjo ekspozitë do të çelet edhe në qytete të tjera të vendit. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër mund të na ndiqni në faqen tonë në Ballkan Web dhe në të gjitha rrjetet tona sociale. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.